A mund në spjegoni si keni kuptuar ju këto 51 ditë? Kush fillon? Zoti Demaliati i pari sepse s'ke qenë... Ylli, unë menoj që... Ç'mendon ti për këtë? Protesta në radhë parë nuk filloi nga hiçi, edhe unë them që ka pas disa duar që e kanë organizu këtë protestë, dhe u gjet një shkak. Dhe ishte i drejtë, që filloi me tërheqjen zvarr të atij personit në Zvërnec, dhe rrëthimi që ishte bo komplet Zvërnecit, edhe kjo është një gafe madhe, nuk ishte nevojë të rrethoj deri në det me tela, si kur t'ishte kamp për qëndrimi, dhe mos transparenca e qeverisë. Dhe u gjetë ky shkak. Dhe shumë mirë. Dhe protesta pastaj u kthy gjoja në protestën e flamingove. Mirë po unë them drejtën, qytë ditën e parë, dhe deri tashti, unë ke kjo protestë nuk kam pa në qartësi, nuk kam pa që kanë këto në projekta, në plana, në ideologjia, aty është një konglomerat njerëzish, aty ka edhe me perqe, ka edhe me minifunde, ka edhe me sistra që i thënë këto, dhe është një konglomerat që dal nga dal u zhbë, dhe ngelen të ashti ato që thatë, jo që kush do e merë mikrofonin, dhe zonja tha gjithë se kush ka të drejtë. Po gjithë kush ka të drejtë, po si që thatë, jo ka një filtr në botë, se pastaj degradon protesta. Degradon protesta dhe çdo gjë tjetër, që ose s'ka filtr. Si që ka degradu dhe parlamenti, si që ka degradu dhe politika ke ne. Nga mungesa e filtrë dhe nga raporti i vlerave. Kështu që në këtë drejtim, unë them që edhe vetë këta që shkojnë protest, qarë, po i bim këta nesër që kanë bo dhe kuvëndin këta në rrugë, pastaj, po që të drejtë pas kanë këta që këta përfaqësohen gjithë popullin. Jo, se thonë ata këtë. Po se kështu i bi, do ta morim dalim vete, përfaqësojmë vete. Jo, po do bëjmë kuvëndin tonë, do bëjmë parlamentin tonë. Jo, të lutem. Një minutë. Të lutem se në 2 emisionet e fundit unë kam patur një problem, sidomos me përfaqësuesin e ardhur nga pushteti, pjesa e pushtetit, cili nuk lë njeri të flasë. Këta janë analizë dhe ky thot atë që mendon vërtet. Edhe zotrinët e tjerë mendojnë ndryshe nga ky, por do thonë gjën e vet. Do t'i lejojmë të thonë, ti thua tenden. Duke u referu edhe historisë tonë të largë dhe të afërt, po i referohemi nga 90-ta, të gjitha protestat, çfarë rezultati na kanë dhënë? Po e kapi me protestat e dhjetorit 90, çfarë rezultati kanë dhënë? Ja ku je. Rezultati i asaj proteste se si u mund... Unë ngritën dhe përcollën një urrëtie të madhe kundër establishmentit të komunizmit e të gjitha dhe... Ishte kontekst tjetër atje. Sot, se atje ishte diktaturë... Edhe sot. Ishte diktaturë dhe nuk e rrëzum në komunizmin, komunizmi ranë mos, edhe ishim guri fundit i dominos. Jo, pavarësisht. Edhe ne kishim detyrë të rrëzum dhe në ishte një popull që nuk fjeti. Unë ngritë dhe bëri atë që bëri gjithë Evropa Lindore. Guri fundit pra, nuk ishe ku shkojshe më. Unë ngritë dhe bëri gjithë atë që bëri Evropa Lindore. Por tani, ti nisi mirë, nisi me Zvërnecin, por u kthye në një protestë kundër establishmentit politik. Thirrja Rama në burg, Berisha në burg, nuk është metaforë, nuk është se do futen në burg ata, por ajo është një thirrje që ky sistem i ndërtuar deri tani 35 vjet është i gabuar. Çfarë sistemi do bëjmë ne? Ky sistem nuk është puna, ky sistem nuk aplikohet, se sistemi ky është sistem kapitalist. Jo, s'është kapitalist. Nuk është. Mirë pra ti, kur thu sistemet janë... Jo, po ka ndërtuar një sistem të vetin këta. Ka ndërtuar një sistem të vetin këtu. Ylli, problemi është si do të zgjidhësh ti këte. Edhe protesta, si do të zgjidhësh, dy janë rrugët. O, si që thojnë këto revolucion... Por sistem ose që me një parlament që përmendet ti të degraduar, po që janë... Po nuk the pjesën tjetër që janë nga njerëzit më të pasur të vendit, janë nga njerëzit më të pasur të vendit pas një arsye. Nga sistem që përmendet në dhjetë, nga sistem diktatorial, u këthym në një sistem pluralist. Okej. Ja, të vazhdojnë të hyjnë edhe kolegët. Dy janë fundit. Tashti, këtu ka dy rrugë, jam dakord në çdo grupim ka të drejtën e vet. Këto kanë 2 muaj që thonë revolucion. Historia revolucioneve nuk ka bërtic me orar kinemoje çdo ditë ka 3 orë, revolucion. Po kanë bo kryengritjen, s'kanë pushu, kanë bo revolucionin, ka përmys, kanë vu giotinat shesh, kanë mor Kremlinin atje, dhe kanë bo revolucionin. Mas ne qka pru revolucionin e dim?
Tash këto, o do ta morin me revolucion dhe do shkojnë t'i përmysin ton kuvënte, t'i mbyjnë kryeministri Ramës e ta hudhin nga kati tret ku e ka zyren, ose do të shkojnë në për një rrugë që është rruga politike. Rruga politike është që do të shkosh në parlament. A duhet ndryshu ligje, nuk ka rrugë tjetër. Këto kanë kriju një kuvend vetë. Nuk e kanë krijuar akoma. Po bëjnë mbledhje për ta krijuar. Qeveri si bëjnë këto, avokat Gjela thotë kam qenë 4 herë kryeministër në burg. Mund bëjnë për qefën e vetë, bëjnë këto qeveri. Sa të dunë këto? Po problemi këto janë rrugët të dhe. Dhe qarë rrugët do zgjedhë këto në dorën e këtyre? Bente në burg qeveri. Po më bëjnë të qeveri. Ishtë zgjedhë atë zdo 4 vjetë. Ishkreti vetëm ka qenë kryeministër. Saktoj kryeministër vetaj. Po. Për vete, saktoj gjithmonë kryeministrin tonë. Si kështu është. Edhe merte të gjithë. Problemi është që ne mundohemi. Të religioneve, si do mos vinte katolik ministrat rëndësishëm. Ne si shoqëri, historikisht ne mundohemi të gënjejmë veten. Ne po së ballafaqojmë me realitetin. Edhe themi që këtu jemi. S'kemi pluralizm, s'kemi demokraci, hajde të fillojmë aja edhe ta ndërtojmë. Një pyetje kemi të fundit që kishim bashkë, zgjedhjet lokale në vitin 2027. Mund të ndikojë kjo protestë tonë, po sa më shkurt secili, 4-5 fraza, mund të ndikojë kjo protestë? Unë them që, ta them? Po. Do ndikojë sigurisht sepse kjo një shkundje ja ka dhënë sa qeveria dhe kryeministri Edi Rama. Edhe unë mendoj që ai duhet patjetër bëj disa ndryshime, jo vetëm për zgjedhjet e ardhshme lokale që duhet të tregoj, që po bën ndryshime, tregon që ka reflektuar për këtë protestë, por edhe në administratë dhe në qeveri. Se janë disa gjëra që janë dukshme që nuk mund të evitohen. Dhe njerëzit kanë drejt, por nuk kanë artikulimin e duhur dhe nuk kanë organizimin dhe nuk e kemi në kulturën tonë. Në ADN-n tonë ne nuk e kemi demokracinë. Edhe kjo nuk është turp, sepse ka shumë shtete në botë që janë pa përgatitur për këtë proces. Edhe kemi 35 vjet që sillemi në rreth vicioz dhe gënjejmë njëri tjetrin. Pra, Rama duhet bëjë ndryshime në administratë dhe duhet marrë masa ekstreme për korrupsionin. Sepse pavarësisht të asaj perceptimit, por ka një korrupsion dhe ka një arrogancë, ka njerëzit e pushtetit. Ka fuqi Rama të marrë masa? Tashi, pos pat fuqi, çfarë të bëjmë ne? Sigurisht testi i parë midis qytetarëve që dolën në shesh edhe qeverisë që sot në pushtet janë zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm. Sa do arrin ta përkthejnë në vota kundër qeverisë, kjo është një gjë që do ta shohim. Do të ishte e rëndësishme në fakt që të ishte informacion i ri politik që ta përfaqësonte sa më shumë pjesëmarrje në protestë, në mënyrë që ajo të mos parcelizohej dhe të shkonte partive tjera, sepse partitë e tjera deri tani kanë dëshmuar që nuk e kanë fuqinë për ta rrëzuar këtë parti që sot pushtet. Abileve. Në para njërë protestës mund të bëjë parti në këto kushte. Lëvizje të ta bëjë. Mund të bëjë parti në këto kushte. Protesta mund të bëjë parti. Pasi të realizojë. Po një leadership mund të nxjerrë? Po si mund të realizojnë kërkesat? Një sekond. Jo të lutem. Nëse realizon kërkesat, mund pastaj kur dhe mbaron misioni i saj parësor, atëherë mendohet do vazhdojë të jetë permanente apo do krijojë parti politike e cila do ta trashëgojë protestën.